ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Laftë nderimet, madhrimet, lutjet, duat, adhurimet, të gjitha këta I takojnë Allahut subhanahu wa ta'ala, krijuesit të gjithësisë. Kurse salavatet dhe selamet, përshëndetjet, bekimet, lavdrimet, shpëtimi I Allahut, këta I takojnë profetit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ne lutim Allahun fuqiplot që të gjitha kamirësi, dhunti, begati të jenë dhe të derdhen, edhe mbi ata të cilët e ndoqen dhe e ndjekin rrugën e tij, sunnetin e tij, po ashtu përpiqen që të ecin dhe të ndjekin gjurmët e tija profetike deri në ditën e fundit. Dhe nuk ka as pak dyshim se atë që Allahu xhelleshanu në rrugë të drejtë e udhëzon, nuk ka kush që nga ajo rrugë ta humbe, ta largon, lajthit dhe devijon, dhe atë që Allahu xhelleshanu me të drejtën e tij, me urtësinë dhe butësinë e tij e humbë, nuk ka kush që e udhëzon. Fjalët më të mira janë fjalët e Allahut. Udhëzimi më I mirë është I Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Veprat më të këqija dhe të sherrit janë risit, bidatet. Ato çojnë në humbje, e humbja çon në zjarrin e xhehenemit. Allahu të gjithëve nga ai na mbroft. Dhe zë të dashur në Islam, huaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam gati 10 vite ka mbajt hutbe në xhamin e tij. Nëse I llogaritin ata janë disa hutbe, shumë hutbe. Por sahabët kanë transmetuar hadithe dhe hadithe, si prej tyre Abu Huraira, Abdullah ibn Omeri, Anas ibn Maliku, Aisha, Abdullah ibn Abbasi, Jabir ibn Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri, këta sahabët që kanë përmi 1000 hadithe. Por interesant thuj se dikush ka shumë hadithe prej hutbeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, prej fillimi deri në mbarim nuk do të gjesh shumë. Keni ndëgjuar ndonjëherë hutbe që e ka mbajt Muhamedi alayhis salam, sahabët prej fillimi deri në mbarim? A thua ato nuk kanë qenë kujdesshëm që të mësojnë hutbet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam? Jo wallahi, Abu Huraira e kanë dëgjuar dhe e kanë mësuar. Po ashtu edhe Ibn Omeri dhe të tjerët sahabët kanë qenë shumë të kujdesshëm, bile, a I cili që ka mungu një ditë në Medine, ka ardhur te shokët dhe I ka pyetur çka foli Muhamedi alayhis salam, mos miket diçka nga dini I Allahut subhanahu wa taala. Ku është arsia? Arsia është vetëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk thon të gjitha, po shumicën e hutbeve të tija I ka pas Kur'an. Në minber ka lexuar Kur'an Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. I ka këshilluar sahabët me fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Amma ba'd fa inna khayra al-kalami kalamullah. E pastaj fjalët më të mira kush janë më të khairit? Janë fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Dhe mu për këtë onet në këtë hutbe e vendosa që të flas për një sure e cila është shumë madhështore. Ajo sure I ka 20 ajete.
ndahet në di gjysmë faqe. Nëse i plotson ato faqet dhe i merr gjysmën që është në njënën anë dhe gjysmën në anën tjetër, do të shohë se të dia e mbushin një faqe të Kuranit. Dhe i kanë sa 40 ajete. Surja është e radhitur në Kuran në numër 75. Është e tëra që ka zbritur në Mekke dhe quhet sure Mekkije për arsye ka zbritur para hijretit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në këtë sure vëllezër, Allahu subhanahu wa ta'ala ka përfshirë gjërat më të rënditshme, që e trënditin çdo njeri, çdo besimtar, më të tmerrshme. Surja quhet El-Qiyamah. Sure Qiyamah, Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë sure, kur shkosh në shtëpi merret prej fillimit dhe lexohet. Allahu në këtë sure betohet për ditën e gjykimit. Allahu flet në këtë sure për ringjalljen. Allahu flet në këtë sure për vdekjen, për agoninë e vdekjes dhe flet pastaj për shpërblimin, flet për ata të cilët e kanë pas frikë Allahun subhanahu wa ta'ala, kanë dërgu vepra të mira dhe i kanë braktisur atë të këqijat. Prandaj thot Allahu subhanahu wa ta'ala, unë dihet se kjo sure 40 ajete, nuk mundet me një hutbe me e shpjeguar, por sot deri diku 1/3 e kësaj sures inshallah do ta shpjegojmë. Allahu subhanahu wa ta'ala thot Bismillahirrahmanirrahim: La uqsimu bi yawmil qiyamah ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Deri këtu do të flasim vëllezër për këtë sure inshallah në këtë hutbe. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, krijuesi i gjithësisë, ku vetëm atij takon të betohet në çdo krijesë. E Allahu kur betohet në çështjet e mëdha, në çështjet gjigante, të cilat kanë vlerë edhe pesh, të cilat e luajnë rolin më kryesor, flet për bazat, për ato betohet Allahu subhanahu wa ta'ala dhe thot La uqsimu bi yawmil qiyamah. Nëse lexon dikush la, do thot jo, nuk betohem në ditën e gjykimit. Ka ardhur në një qiraat la uqsimu wa quriya la uqsimu bi yawmil qiyamah. Po, unë betohem në ditën e kiametit, në ditën e ringjalljes. Apo la, Allahu Gjelleshanu ju përgjigjet, ku në surën para kësaj, kush është surja El Muddathir, mushrikët e Mekkës, si Ebu Gjehli, Mughejre, e kështu me radhë, Walid ibn Mughejre, përgënjeshtruan ditën e gjykimit. E Allahu thot, la, jo si thoni ju, uqsimu bi yawmil qiyamah, unë betohem në ditën e kiametit, unë betohem në ditën e ringjalljes. Wala uqsimu bin nafsil lawama. Allahu thot jo vetëm kaq, që betohet Allahu në nefsin qortues. A e dini vëllezër sa lloj nefsi, sa lloj shpirti Allahu ka cekur në Kur'an? 3. An-nafsul mutma'inna, shpirti i mirë, i qetë në paqë, i cili urdhron vetëm për të mirë. An-nafsu al-ammaratu bis-su, nefsi që gjithmonë urdhron për të keqe. Si të qohet në mëngjes, vetëm për të keqe e mëson. A i ka ndodhë dikuj dhe një e keqe, me ndëgju diçka dhe një lajmë, me a i në Facebook e në TikTok, me u knaq me dështimet e njerëzve, me u knaq me fatkeqësit e njerëzve, se e nefsu al-ammaratu bisu, e Allahu të shqitjoni, u ka betu për nefs al-lawame, wala uqsimu bin nefsi al-lawame. Thot Hasanul Basri, rahimahullah, ma tëra al-mu'min, والله إلا ويلوم نفسه يقول ماذا أردت بكلمتي ماذا أردت بأكلتي
ماذا أردت بحديث نفسي أما الفاجر فيمضي قدما وقدما ولا يعاتب نفسه. Hasan al-Basriu thot, vallahe, nëse do të gjesh kush është besimtari vërtet është ai i cili, vallahe, thot, gjithmonë e qërton veten e tij. Pse e thash këtë fjalë? Për pse, çka ishte kjo fjalë që më doli nga goja? Edhe këtë lloj ushqimi, pse e honga? A ishin paret halal apo nuk ishin paret halal? E akuzon dhe e qërton veten e tij në ato çka i përshpërit në vetë. Edhe ne e dim se lapsi për ato çka përshpërit në veten e tënde, në veten time, nuk shkruan, edhe për ato e qërton. Por fajir, ai keqi, ai ligu, yamdi quduman wa quduma, ati i si intereson. Kur ai nuk e qërton veten e tij, asnjëherë ai nuk gabon. Gjithmonë është ai në drejt. Ai ja qëllon për herë, ai është në rrugën e vërtet, e këto qere që më të marit dhe të prapambetit, wala yuatibu nafsahu, dhe ai as se si nuk e qërton veten e tij. Prandaj thot Hasan al-Basri, ma ahadun min ahli as-samawati wal aradin illa wa yuatibu nafsahu yawm al-qiyamah. Pastaj thot Hasan al-Basriu, nuk ka njeri, dhe më thonë mashkalla për femër, bile ka thonë edhe banorët e qiellit, qofshin gjin, qofshin melek, vetëm se kanë me e qërtu veten e tyre në ditën e gjykimit. Wala uqsimu bin nafsi al-lawwama, tash del, e yahsabu al-insanu allan najma idhama. Allah thot, a mendon njeriu se ne, edhe pse ai ka vdekur para mira viteve dhe është bo hije plun, ndoshta nuk i ka mbet asnjë gjurmë. E yahsabu al-insanu allan najma idhama, a mendon njeriu se ne eshtrat e tia, kockat e tia, edhe pse on plun, ne përsëri kena me ja tubu ati, kemi me shëndru përsëri në formën e njeriu. E yahsabu al-insanu allan najma idhama. Pastaj thot, bela qadirin, po si janë e të fuqishëm, ala an nusawwiya banana, por ne jemi ato që edhe vizat e gishtrave, që Allahu çka tha njerë, do ta kompletoj. Eshtrat do t'ja të boj. A i ka marë era, a janë në fund të detit, ku t'je një e plun, në gjma i dhame, do t'ja të bëjmë ne. Eshtrat do t'japim formën ma fund, bela qadirina ala në nusawwiya banana. Banane janë vlezër këto vizat që janë në përdur, sidomos të gishtave. A besoni, ki është gishti do me thonë i math, edhe ki. Këto vizat e këti që ka janë, këto vizat e vogla, nuk janë të ngjashme me këto. Këto të gishtit të dit, nuk i përngjajnë këti. Sa miliardi njerëz ka, e sa kanë vdekur dhe sa do t'jetojnë. Një viz nuk e kanë t'jetë me gishtin tonë. Bela qadirina ala nusawwiya banane. A ka fuqimat madhe se Allahu subhanahu wa ta'ala? A gabon Allahu gjelleshanu me i dal ati ki, kur rëndojnë gisht i ngjajshëm me tjetrin, kur nuk e kanë marrë dikon të pafajshëm, vetëm se jenë vërtetu, po, gisht i këti është. Bela qadirina ala nusawwiya banana. Kompletu njeri u qka i kam vetë edhe varë. Bela qadirina ala nusawwiya banana. Bel yuridu l'insanu l'jafgjura emame. Me gjitha të thot Allahu Gjeleshanu njeriu, përpiqet hala me të regu ignorancën e ti, gjehlin, armitsin ndaj Allahut, mohimin e ditës e gjikimit. Yes'alu ayyana yawmul qiyamah. Edhe pëjtën, a me të vërtet do të ketë ditë gjikimi? Yes'alu ayyana yawmul qiyamah. E pse ju që thoni dita qametit, hajde, a do të ndodhe, kur do të ndodhe? Allahu Gjeleshanu i të regon për këtë qafirat në surën Mu'minun, thot, hejhate lima tuadun. Ondra të i shonin, po, kena më urin gjalla, hejhate, mirën i ma shto ondra ju, halanat kone gurit jeni ju, kena me vdek me urin gjall, gjenet, gjenem, mizan, ura siratit, librin kradjajt, në kranat, hejhate lima tuadun. A me koneve në qikti palavra, in hiya illa hayatuna ad-dunya, namutu wa nahya. wa ma nahnu bimab'uthin. O që kjo jetë është knaqu, s'ka pas kësaj mo jetë tjetër. Në mut vdesim dhe nuk rinjallen asë një herë kur, asë që dërgohen atë ditën e gjikimit. Yes'alu ayyana yawmul qiyamah. E Allahu i thot ngotësh. A pritet i kur o ditë e kametit, shifë që shka me do. Fa idha bariqa al-basar.
kur do të meren, do të rënditen sit, kur do të shikojnë ditën e gjykimit. Fa idha bariqa al-basar wa khasafa al-qamar, dhe hana do të shuhet dritë mo nuk do të bën, jo si në dynja, në mes hanës që ndroj toka dhe hub drita e hanës. Fa idha khasafa al-qamar, ushim mo, ushuj drita e hanës, nuk ka më tjetër. Fa idha bariqa al-basar, kur do të rënditen sit prej të merit të ditës e gjykimit, edhe ditës e mahsherit. Fa idha bariqa al-basar wa khasafa al-qamar, dhe do të mbillet drita e hanës. Wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar, dhe atë ditë edhe hana edhe dielli do të ngjiten, do të bëhen bashkë dhe asnjëna nuk bën dritë. Nuk ka pse Allahu tha dielli edhe hana do të bëhen, për arsye se nuk ka më pas hanës vjen dielli, pas diellit vjen hana, pas natës vjen dita, pas ditës vjen nata. Ja, wa jumi'a ash-shamsu wal-qamar, tash ki gjahili, ki kriminalti, ki arroganti, ki jo besimtari, çka thot? Yaqulu al-insanu yawmidhin ayna al-mafar, atëherë do thotë ku ti hiki tash? O, kalla, i thot Allah, la wazar, s'ki ku me hik. As nuk mund të shkosh më jetë kodrës, as nuk mund të fshihesh në fund të detit, as nuk mund të thellohesh në tokë. Kalla, la wazar, nuk ka ike ila rabbika yawma idhinil mustaqar, sot qëndrimi do të jetë para Zotit tënd. El qarar, vend qëndrimi para Allahut ke me dhon llogari. Ila rabbika yawma idhinil mustaqar, e çka do ndodh atëherë? Yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddam wa akhar. E Allahu thot atëherë si cilit njeri ka më u lajmëru për vepra që i ka bë për në ahiret dhe ato që i ka anashkalu në dynjë. Tu hinë dilloj veprash. Ato, jo besimtarët, njerëzit e ligë, edhe ato dërgojnë vepra për në ahiret, dhe do vepra të dynjos nuk i bojnë këtu. Nuk falin namaz, akhar se kalon, nuk ka fal, nuk jep zeqat, nuk agjiron, këtë kalon. Çka ka qu para Allahut? Ka qu mëkate, ka qu alkohol, ka qu zina, ka qu përgojime, ka qu fitne, ka qu shpifje, ka qu ofendime, ka qu zullum, pa drejtësi, mizori. Ato të mirat nuk i ka po. Besimtari ka dërgu namaz, ka dërgu agjerim, ka dërgu veprat në leximin e Kuranit, ka dërgu veprat urdhrim për të mirë, ndalesin nga e keqja. Yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar. Allahu çka thot? Bal al-insanu ala nafsihi basira. Por njeriu vetë do të jetë dëshmitar. Vetë do të shikon veprat e tija. Iqra kitabak. Lexo librin ton, thot Allahu. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lexo thot, bolle ki vetën tënde. Ja pra ku i ke pas piqet, ja ku i ke përgjigjet, vendoja notën vetë. Vendoja notën. Pse? Belil insanu ala nafsihi basira. Shikoj lexoj, mirë, ngadale, një herë, dy herë, tri herë. Që që me leket atë kanë bo pa drejtësi, gjitha mëkatet a janë ati, gjitha sevapet a i kje ati. Belil insanu ala nafsihi basira, walau alqa ma'adhira, edhe nëse i sjell gjitha arsjetimet, nuk i bën dobi. Yawma tashhadu alejhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Allahu thot atë ditë kot, edhe nëse përpiqet më u argumentu, më u arsjetu, gjua ka me fol, jo me dëshirën e ti, ka me thonë të vërtetën, edhe duarët kanë me thonë të vërtetën, edhe komët kanë me thonë të vërtetën, çka ka ndodhur. Prandaj vëllezër, them 15 ajetet e para të surës Qiyame. A thu të zullumqarët i kanë lexuar këto ajete? A thu ato zullumqarët që i derdhin gjakun e pafajshëm atje? E që kanë bitë dhe kanë qëllim edhe akoma më tepër se 30 fëmijë. Të zullumqarët, a e din që do t'i dalin para Allahut subhanahu wa taala? A e din ai zullumqari që tallet me Allahun dhe me Islamin se çka e mçon? A ka fjalë më të qarta se këto? A ka fjalë më prekse dhe më të vërteta se këto? A ka fjalë që ta dridhin zemrën më shumë se këto, fjalët e Allahut subhanahu wa taala? Që të tjerët që pretendojnë se janë musliman dhe i shohin vëllezërit e tyre dita ditës duke u vra, duke u masakru,
gjaku në për rrugë, a me nuk mendojnë që Allah ka me i marë në pitje, ata të cilët kanë poste të mëdhonja, ata të cilët e udhëheqin shtetin, popullin të gjithë, dhe pasaj bojnë të verbër dhe shurdhana, dhe pasaj e mbyllin derën një gotë ujë, nuk ju qenë vlezërve të tire, me besim dhe në iman dhe në gjuhë dhe në kom dhe thuj qka ti thuj. A nuk i kanë lexu gjuhën atire, të në gjuhën atire, në gjuhën arabe. Lisanën e arabijen, o men ahsanu min Allahi qila, e kush i ka fjalët më të mira se fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala. Wallahi vëllezër, prandaj fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala, ne duhet i kemi gjithmonë parasive tonë, në zemrën tonë, se a e shikoni një hutbe, vetëm me fjalët e Allahut subhanahu wa ta'ala, po na knaqën zemrën, po na pastron ato, na bën të përgatitemi për ditën e gjykimit, për t'i dalim para Allahut subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wastaghfir.